Atëherë jemi këtu në komunën e Klinës, më saktë në sheshin Nën Tereza, i cili quhet, dhe po e shohim se sheshi është i stërmbushur me ujë nga rreshtet e shiut, ka vetura të cilat po kalojnë këtu tek rrethi, megjithatë vazhdon të jetë rrugët vazhdojnë të jenë të mbushura me ujë dhe kjo po krijon vështirësi në qarkullimin e makinave e njëkohësisht edhe qytetarëve. Aktualisht siç po shihet, qyteti sheshi i Klinës është të jetë i zbrazët për shkak se shumica e qytetarëve tash kanë vendosur të qëndrojnë brenda nëpër lokalet e gastronomisë e disa nuk kanë zgjedhur të dalin fare. Ndërkohë që pas intervistave që patëm me banorët e Klinës, situata tash më duket pak sa më e qetë, megjithatë është ende ajo frika që të rinë zgjuar dhe të mos prenë deri në orat e vona të mbrëmjes, për shkak se kanë frikën që do të ketë sërish vërshime. Ndërkohë që sipas për shkak të rreshjeve të dindura të shiut që kanë rënë dje e gjatë ditës së martë, Klina është një ndër komunat e cila është prekur më së shumti nga vërshimet, duke bërë që edhe ato rrugët lokale, tokat bujqësore, e madje oborët të përmbytën nga rreshjet e shiut. Çka vlen të